Autoriteti portual i Vlorës ka njoftuar se për shkak të motit të keq duke nisur këtë të diel deri të hënën më 24 mars ora 22 do të anulohet udhëtimi me tragjetin e linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë. Gjithashtu në datat 23 deri në 25 mars do të ndalohet delundrimi i mjeteve të vogla lundruese dhe atyre të peshkimit. Nga kjo e diel, deri të hënën në orën 22 të mbrëmjes pezullohet lundrimi i tragjeteve në drejtim të Italisë për shkak të motit të përkeqësuar. Gjithashtu, Kapiteneria e Vlorës konfirmon se është pezulluar edhe dalja në det e anijeve të vogla dhe të peshkimit. Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës, gjatë datave 23 deri më 25 mars 2025, duke filluar nga ora 8 e paraditës më datë 23 mars në drejtimin jug-juglindje në forcën deri 8-9 Beaufort me shpejtësiere deri 25-40 m/sekond dhe lartësi dallgë nga 2.5 deri në 4.5 metra. Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkojmë bashkëpunimin e të gjitha subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë, për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë e ekuipazhit në mjetet lundruese. Është ndaluar pajisja me leje nisje i mjeteve të vogla lundruese dhe atyre të peshkimit, të cilat operojnë në det të hapur duke filluar nga ora 6 e paradites në datë 23/3/2025. Të gjithë drejtuesit e mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit që operojnë brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës të marrin në konsiderat kushtet hidrometeorologjike dhe marrjen e masave për sigurimin e tyre. Anijet e transportit ndërkombëtar detar për pasagjerë dhe automjete në linjën Vlorë-Brindisi-Vlorë do të anulohet deri në përmirësimin e kushteve hidrometeorologjike detare, e cila do të jetë mbas orës 22 të datës 24 mars 2025. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar për mjetet e vogla lundruese dhe të peshkimit do të jetë mbas orës 8 të paraditës të datës 25 mars 2025.